jemi. Krisanthi, jemi gati të dëgjojmë parashikimin, e nisim e njëherë me Dashin? Po, atëherë le të themi që bëjmë parashikimin e javës nga data 27 tetor dhe në datën 3 nëntor dhe fillojmë me njëherë me Dashin. Gjatë kësaj periudhe duhet të përqendroheni në sferën financiare dhe duhet të dalloni shumë mirë cilat janë nevojat reale nga dëshirat tuaja të thella. Mos u i lani vend instinkteve dhe dëshirave të thella të mbizotrojnë në vendimet tuaja. Ndiqni intuitën në lidhje me vendimet që doni të merrni dhe të jeni shumë të kujdesshëm, kryesisht ju të lindurit në ditët e fundit të shenjës, nga e njëjtja 31 tetor deri në fillim të javës që vjen. Mos hyni në konflikte me të tjerët, mos hyni në konflikte me njerëz që janë më lart se ju, ndërkohë që mund të bëni gjatë gjithë javës biseda intime në lidhje me planet tuaja të cilat nuk duhet t'i bëni të kenë të tjerët dijeni për to. Kjo javë, sidomos në fund të saj dhe të dielën që është data 3 nëntor, do të keni mundësi të udhëtoni dhe të kaloni bukur me miqtë dhe të dashurit ose të dashurën tuaj nëpërmjet një udhëtimi. Të kalojmë tek Demi. Një periudhë e rëndësishme, shumë e rëndësishme për ju ka filluar që në datën 23 tetor dhe vazhdon gjatë gjithë në pjesën më të madhe të nëntorit, ku duhet të jeni të përqendruar në marrëdhëniet dhe në bashkëpunimet tuaja. Hëna e re përballë jush në datën 1 nëntor, ju sjell shanse për të krijuar një bashkëpunim të fortë, për të krijuar një lidhje personale e cila do të jetë afatgjatë dhe me stabilitet, por njëkohësisht sjell në jetën tuaj persona të cilët do të mbështesin projektet dhe qëllimet tuaja. Është momenti të fokusoheni dhe në një punë kolektive në qoftë se ekziston një diçka e tillë, pasi atje mund të realizoni me një organizim sa më të mirë dhe njëkohësisht të jeni të kujdesshëm në sferën financiare duke evituar shpenzimet të tepërta dhe sidomos në të shtunën dhe të dielën. Kështë të këtë dhe një udhtim. Qa po flisni në mëngjes Katerin? Prapë tash do vazhdoj kjo. Okej, mirë. Të them dhe një gjë përpara se të shkojmë te binjakët, se kemi Demin ton këtu kuq simpatik që ka një projekt shumë të rëndësishëm që unë po e nxis prej kohësh në fakt i rikthehet, edhe unë po shpresoj shumë që më në fund ta bëj, se ka pasionin e saj fotografin që ma lë kështu më njanë dhe nuk e kuptoj kur pse. Do i kthehesh po apo jo? Po. Ashtu. O ta u bë. Me ka dhe falem me Katerina, ka me dokumenta tani. Do të rikëthem, do të rikëthem. A është momenti, Krisanthi? Po, është momenti të fillosh këtë nëntor, për arsye se mbaj mend Gida që ti ke një trekëndësh të madh në shenjat e tokës dhe aty të sjell disa pengesa Saturni, po nga ana tjetër me këtë hënë të re, ku janë dhe shumë planete në shenjat e ujit, dhe është dhe Neptuni në shenjën e peshqve dhe Saturni në shenjën e peshqve dhe peshqit, shenja e peshqve në përgjithësi, është shumë e lidhur me kineman dhe shumë e lidhur me fotografin. Pra do na japësh fjalën këtu që me këtë hënën e re ti do ta fillosh këtë projekt. Ditën e hënës së re do marr një gaforre me çfarë ka në familjen e saj, fotografi dhe do ta nisë zyrtarisht. Le të them diçka, më dha shkas për diçka. Në fillim, në fakt, fillimet e reja nuk i bëjmë tamam në ditën që bëhet hëna e plotë, se në ditën që është hëna e plotë, hëna dhe dielli janë bashkë. Kështu që le të themi në mënyrë figurative, po dhe në mënyrë tamam, jo vetëm në mënyrë figurative, kemi një errësirë të plotë. Është si puna e farës që hedhim në tokë. Çfarë bëjmë? Hedhim farën dhe lëm pak që të dalë në sipërfaqe të tokës. Atëherë nuk do ta fillosh me një në datën 1, po do ta fillosh nga java që vjen,
ku dielli do shkoj të bëj një lidhje harmonike me Saturnin, që kjo do të jetë 3-4 ditë, do më thënë grada 9 dhe në gradën 13-12, 3-4 ditë pas datës një do ta fillosh nga e hëna që është java 4. Mirë, po e lë pa kohë, Katerinës, të mendoj për veshjet, për gjërat, për sistemoj, të regulloj. Një set fotografik. Shumë mirë. Perfekt, ja, më ndihmove që ta bindim dhe ta nxisim. Kalojmë te binjakët, se nga regjia po më thon binjakët ku janë. Me njëherë tek binjakët. Binjakët, me këtë hënë të re në shenjën e akrepit, do të keni mundësi të përforconi pozitat tuaja në punë, do të keni mundësi të njihet dhe të vlerësohet puna juaj, po dhe ju nga ana juaj duhet t'i përvisheni punës dhe të nisni një projekt të ri ku të tregoni aftësitë dhe gjithë talentet tuaja që janë dhe të shumta. Paralelisht, të kujdeseni më tepër për shëndetin dhe në qoftë se keni nevojë për një punë ose jeni në një kërkim të një pune, qoftë dhe kjo një punë e dytë, është momenti që me këtë hënë të re ta realizoni. Paralelisht java ju krijon shanse shumë të mira në fushën e marrëdhënieve dhe të bashkëpunimeve, ku e diela data 3 nëntor ju krijon shanse unike, mjaft të vlerësoni mirë, do më thënë të përqendrohen në cilësin dhe jo në sasin, ndërkohë që çdo hiperboli udhëheq në gabime. Shumë të kujdesshëm në sferën financiare, në fund të javës, pra pjesën e dytë të javës dhe në fillim të javës që vjen, mos hyni në borxhe dhe mos merrni kredi, sidomos nga data 31 deri në fillim të javës që vjen. Kalojmë te gaforja, mund të them që jeni më të favorizuarit e periudhës dhe më të favorizuarit me këtë hënën e re, mjaft të jeni të kujdesshëm, shumë të kujdesshëm në marrëdhëniet, në bashkëpunimet tuaja, në lidhje me çështje që keni me pjesëtarët e familjes, në lidhje me pronën, të mos hyni në konflikte nga periudha, nga data 31 dhe në fillim të javës që vjen, dhe kryesisht ju të lindurit në ditët e fundit të shenjës, ku duhet të evitoni çdo konflikt dhe të evitoni ekspozimin tuaj në një rrezik, qoftë dhe ky të jetë i vogël. Gjithsesi, kjo në plot ju premton shumë erotike, ju premton një lidhje të fortë dhe një lidhje me perspektivë, ju premton gëzime nga fëmijët, një fillim të ri në lidhje me një investim që ju doni të bëni, ose edhe në lidhje në qoftë se doni të keni është një periudhë dhe fertiliteti, pra në qoftë se doni të merrni vendime për të bërë një fëmijë, atëherë është momenti që gjithë këtë javë dhe në periudhën e vijim që të veproni. Mirë, di edhe unë se gjëra, po them gjëra akoma. Në fund të... E ka fjalën për kastrime biznesi, asgjë tjetër. Po ka kohë. Nuk po zbulojmë. Jo, për pjesën e parë. Jo. Sidomos, Katerina, ti që merresh me reklama, mund të nënshkruash një kontratë dhe të bësh një fillim të ri në lidhje me këtë fushë dhe këtë aspekt të jetës. Fund të javës mund të kaloni bukur me familjen, me të dashurit tuaj, por të saktë dhe të përpikt në përditshmërinë tuaj, mos e teproni me ushqimin. Të kalojmë tek Luani. Është momenti të përqendroheni në familjen tuaj, në shtëpinë tuaj, ku do të gjeni një zgjidhje dhe një mbështetje në lidhje me planet që ju keni, në lidhje me pronën, në lidhje me shtëpinë, por në lidhje dhe me çështje që kanë të bëjnë me familjen dhe gjatë gjithë javës, por sidomos me hënën e re, e cila zhvillohet në datën 1 nëntor. Shumë të kujdesshëm në prapaskena, se ndoshta persona pa dijenin tuaj nuk flasin shumë mirë për ju, ose përpiqen që le të themi
të krijojnë sfida të tilla që do të jenë një pengesë për zhvillimin tuaj dhe kjo kryesisht në data 31 dhe deri në fillim të javës që vjen. Njëkohësisht është një periudhë shumë erotike për ju, por dhe një periudhë krijuese. Në fund të javës mund të kaloni bukur me të dashurin tuaj, me miq dhe shok, por çdo egzagerim mund të komentohet negativisht. Shumë të kujdesshëm dhe për shëndetin tuaj në fund të javës dhe në fillim të javës që vjen. Gjithsesi, java premton ndihmë dhe mbështetje, mjaft ju të dini ku ta kërkoni se do ta merrni atë. Të kalojmë tek Virgjëresha, një periudhë e rëndësishme për marrëdhëniet, për bashkëpunimet tuaja të çdo lloji, qoftë për jetën tuaj personale, qoftë për jetën tuaj profesionale. Është momenti të promovoni punën tuaj gjatë gjithë kësaj periudhe, por sidomos dhe me hënën e re të datës 1 nëntor, ku prezenca juaj dhe ju vetë atje ku do të jeni, do të krijoj kushtet të bëni një bashkëpunim të ri ose të njihni dikë në përditshmërinë tuaj, në një udhëtim të vogël ose të në një udhëtim më të gjatë, ku të njihni një person i cili do t'ju krijoj një mbështetje dhe një marrëdhënie e cila do t'i rezistoj kohës. Shumë të kujdesshëm në lidhje me një aktivitet kolektiv ku ju merrni pjesë, ose të kujdesshëm me miqt tuaj, të kujdesshëm dhe në jetën erotike, në pjesën e dytë të javës dhe në fillim të javës që vjen. Njëkohësisht, do të keni mbështetjen e njerëzve që janë më lart se ju, mbështetjen e prindërve dhe mund të kaloni bukur në një tryezë familjare të dielën, por mos e teproni me bisedat dhe kujdes se si çdo hiperbolim mund të udhëheq në konflikte ndoshta ose debat. Në konflikt ose në debate. Të kalojmë tek Peshorja. Është momenti të fokusoheni komplet dhe totalisht në sferën financiare. Përmes punës tuaj do të keni arritje të suksesshme, por dhe me stabilitet. Le të themi, mund të gjeni një punë e cila do t'ju jap një të ardhur stabil, ose mund ta krahasoja këtë me një emërim, pra mund të merrni një emërim ose të merrni një punë e cila kjo punë do jetë me stabilitet dhe si pasojë do të sjellë dhe stabilitet në të ardhurat dhe në financat tuaj. Shumë të kujdesshëm ju të lindurit në ditët e fundit të shenjës, pasi disa probleme familjare që ndoshta ju kanë shqetësuar dhe në periudha të mëparshme, mund të krijojnë konflikte dhe kontradikta në marrëdhëniet tuaja të çdo lloji. Më të kujdesshëm ju të lindurit në ditët e fundit të shenjës, nga data 31 dhe deri në fillim të javës që vjen. Njëkohësisht, në fund të javës të dielën, mund të kaloni bukur, të bëni një udhëtim, të takoni miq dhe të dashur, dhe të ndjeni shumë mirë këtë fundjavë. Pra flas për fundin e javës të cilën bëjmë parashikime të dielën në datën 3. Të kalojmë tek Akrepi. Le të themi që jemi në sezonin e Akrepit dhe Akrepat fillojnë një cikël të ri jete, një cikël të ri një vjeçar, ku ditëlindja e tyre do të përcaktoj gjithë vitin. Tu urojmë dhe gëzuar ditëlindjen dhe ky fillim nëntori, pra data 1 nëntor, nëntori hyn me një hënë të re në shenjën e tyre, e cila ju krijon në kushte ideale për një fillim të ri ku mund të ndërmarrin një iniciativë krijuese ose një iniciativë me investime, mund të përforcojnë marrëdhëniet e tyre personale erotike, mund të zgjidhin një çështje në lidhur me fëmijët, ose le të themi të investojnë në lidhje me fëmijët. Është një periudhë ku përmes bisedave që do të kenë mund të bëjnë dhe të planifikojnë të ardhmen, të zgjidhin çështje ligjore, por me kujdes këto çështje ligjore, kujdes në udhëtimet dhe në vendimet ligjore që mund të kenë në fund të javës dhe në fillim të javës që vjen, të mos imponojnë mendimet e tyre tek të tjerët, por
dhe ata, megjithëse ata nuk janë njerëz që nënshtrojnë dhe mund të imponojnë të tjerët mendimet e tyre, dhe fundi javës dhe në përgjithësi periudha premton zhvillime dhe arritje ekonomike, mjaft të jenë të thelluar dhe që janë ata në fakt të thelluar dhe të jenë të kujdesshëm në moment që firmosin, në moment që ndërmarrin një bashkëpunim. Okej. Jemi në 5 minutat e fundit thjesht për të njoftuar si gjithmonë, ë? Po, të kalojmë te shigjetari. Është momenti të rishikoni dhe njerë planet tuaja, sepse me njëherë në 10 ditë në pjesën e fundit të nëntorit, do të keni mundësi ato t'i vini në zbatim. Kështu që rishikimi planeve dhe një organizim sa më i mirë me këtë hënë të re në datën 1 nëntor, do t'ju jap mundësit që ju të keni realizime shumë të mira në periudhën e menjëhershme që do të vijoj. Një periudhë e mirë për ju, një periudhë erotike, ku do të keni dhe shanse në jetën tuaj personale, por dhe në bashkëpunimet tuaja. Mjaft ju të mos mbivlerësoni situatën, të jeni me këmbë në tokë. Kjo javë ju premton zgjidhje dhe për çështje familjare, çështje që ju kanë prekupuar në lidhje me shtëpinë, në lidhje me familjen. Shumë të kujdesshëm ju të lindurit në ditët e fundit të shenjës, të cilët nëse do t'i vlerësoni mirë situatat dhe do t'jeni të besnik të realitetit, do të keni sukses. Përndryshe, me lehtësi mund të udhëhiqeni në gabime që do t'ju kushtojnë më vonë dhe do t'ju kushtojnë në pranverën, në fillim të parë, në pranverën e 2025-ës. Të kalojmë tek Britsjapi. Është periudha ku jeni të fokusuar në qëllimet dhe në synimet tuaja, ku jeni të vendosur për realizimin e tyre dhe me të vërtet do të keni mundësi që t'i realizoni. Ju vetë duhet të jeni të pranishëm në përditshmërinë, ku përmes aktivitetit tuaj do të keni mundësi të promovoni këto plane, këto synime, këto qëllime, këto projekte, dhe jo vetëm t'i promovoni, por dhe t'i zbatoni. Ndërkohë që fundi javës dhe data 31 tetor deri në fillim të javës që vjen, pra deri në datën 4 nëntor, duhet jeni shumë të kujdesshëm në marrëdhëniet në bashkëpunimet tuaja të çdo lloji, dhe ju kryesisht të lindurit në ditën e fundit ose në 2 ditët e fundit të shenjës, ku jeni dhe në fund të ndryshimeve që po bëni, dhe pas atyre do të mirni frymë thellë, pra më të kujdesshëm në aspektet kryesore të jetës tuaj. Shumë korrekt në përditshmërinë tuaj, megjithëse ju jeni njerëz korrekt, por në fund të javës dhe të dielën keni mundësi të kaloni bukur, të kaloni bukur në intimitet me të dashurit tuaj, por pa tepruar dhe pa egzagjerime. Megjithëse këshilla që jap është pa vlerë, sepse ju nuk jeni njerëz që bëni të egzagjerimit. Janë të kujdesshëm. Të kalojmë tek janë shumë të kujdesshëm dhe njerëz që din si të sillen në jetën sociale. E din shumë mirë savoir vivre dhe din shumë mirë dhe comme il faut. Din si të sillen, kështu që kanë një etiketë. Të kalojmë me njerë tek ujori. Kjo hënë e re dhe kryesisht periudha vendos fokusin në jetën tuaj sociale dhe në karrierën tuaj. Pra, hëna e re ju krijon shanse të bëni një fillim të ri profesional, një fillim të ri në karrierën tuaj, ku do të sjell të ardhura që do të kenë perspektivë dhe do të kenë një stabilitet. Pra, le të themi, përforcohet më tepër sfera juaj financiare. Megjithatë, mund të merrni vendime edhe për jetën tuaj sociale, që është e lidhur ngushtë, jeta sociale është e lidhur ngushtë dhe me jetën personale. Shumë të kujdesshëm në përditshmërinë tuaj, në aktivitetet që ju do të bëni në fund të javës dhe kryesisht nga data 31 dhe në fillim të javës që vjen, dhe paralelisht shumë të kujdesshëm në
vendimet që do të merrni në lidhje me investimet këtë javë dhe kryesisht në pjesën e dytë të javës, megjithëse do të thoshja gjatë gjithë kësaj javës, të mos nxitoheni, të jeni shumë të bindur për lëvizjet financiare që ju do të ndërmerrni këtë javë dhe deri në fillim të javës që vjen. Të kalojmë tek peshqit. Kjo javë dhe në përgjithësi hëna e re në shenjën e akrepit krijon kushte shumë të mira për të ardhmen tuaj, pra favorizohen planet për të ardhmet, vendimet që ju do të merrni për të ardhmen, për studimet dhe njëkohësisht krijon kushtet për konsolidimin e jetës tuaj personale. Është momenti të fokusoheni dhe në jetën tuaj sociale dhe në karrierën tuaj, të jeni shumë të kujdesshëm në fund të javës dhe sidomos të dielën do të keni mundësi të kaloni bukur, por çdo egzagerim mund t'ju ekspozoj dhe të krijoj përshtypje jo shumë të mira për ju. Paralelisht të kujdesshëm në jetën erotike dhe të kujdesshëm në mënyrën se si dikush mund t'ju afrohet në fund të javës, nga data 31 dhe në fillim të javës që vjen, pra deri në datën 4 nëntor, pasi duhet të sqaroni mirë qëllimet e propozimeve që ju bëhen në lidhjet me zhvillimet tuaja të jetës tuaj personale ose të karrierës tuaj. Gjithsesi, është momenti të veproni, të ndiqni intuitën tuaj, por duke qenë të organizuar dhe sa më të disiplinuar. Faleminderit shumë, faleminderit Krisanti, të uroj fundjavë të bukur. Dhe juve kënaqësi dhe të themi që kjo fundjavë është e mirë për udhëtime, pra mund të udhëtoni, mos hapni biseda për çështje financiare, të kujdesshëm pak më tepër në marrëdhëniet tuaja, se mund të krijohen disa konflikte dhe më të kujdesshëm në dashurin, peshqit, shigjetarët, virgjëresha. Më duhet dhe një koment fare i shkurtër tani nga Rinaldo. Je duke u përgatitur gjithsesi për pallatin e kongreseve? Patjetër, do jetë komplet diçka ndryshe, veshja ime, performancë, do shtojmë diçka ekstra, kështu që jemi... Akrepi është i përkushtuar për t'ja dalë dhe të ketë një performancë sa më dinjitoze. Të uroj shumë suksese. Krisantit përshëndes, faleminderit. Sukses. Shumë faleminderit. Faleminderit që na ndoqët, takohemi të hënën.